E para, unë do të them një gjë që më u përgjigj Lutës dhe në vijimësitë asaj që e tha Valoni në fillim. Tradita e Lidhjes Demokratike të Kosovës gjithmonë ka qenë që degët janë mbledhur dhe janë takuar me kryetarin e partisë ditën e premte, edhe në momentin kur e ka lëviz dikush në ditën e hënë, domethënë është një pyetje që lidhet edhe me vet ADN-n edhe me fuqinë mobilizuese të partisë. E dyta, shumë bukur që u taku kolegjiumi i degëve i dashur Lutfi, por na tregon pse s'u taku grupi i deputetëve dhe le të na tregon a janë grupi i deputetëve mbrapa kryetarit partisë Lumir Abdixhiku. Se çfarë mendon një deg, domethënë atje, fundis sot nuk është as më rëndësi, sa është më rëndësi se çfarë mendojnë deputetët e zgjedhur, cilët sot janë njerëzit cilët janë certifikuar nga votuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës se e përfaqësojnë vullnetin e atij elektorati. A janë këta njerëz mbrapa kryetarit Lumir Abdixhiku? Kjo është pyetja $1 milion që gjithë po dojmë me ditë. Je mendoj që edhe Albin Kurti është shumë interesuar me ditë, sidomos nëse LDK-ja është e sinqertë në atë idenë që mund të futet në një marrëveshje më gjerë politike. Edhe e treta, sot cilin grup shoqëror Lidhja Demokratike e Kosovës e përfaqëson. Çdo parti përfaqëson një grup shoqëror. Edhe Aleanca në atë vogëlsinë e vet, stabile e përfaqëson një grup shoqëror. Partia Demokratike e Kosovës e përcakton një grup çar shoqëror, vetvendosja e ka një grup çar shoqëror. Cilin grup shoqëror sot e përfaqëson Lidhja Demokratike e Kosovës? Mendoj që kjo është një pyetje që nuk po bëhet në këtë parti. Por një pyetje që duhet më bëjë Lumir Abdixhikut i lirosh në këtë tendencën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për me kriju institucione bashkë me lëvizjen vetvendosje. Ka ne përfaqëson Lumir Abdixhikun në takim të mundshëm me Albin Kurtin. E përfaqëson gjysmën e kësaj LDK-s. Po, edhe kjo tendenca tash, edhe kjo pak po t'indon edhe qesharake, kur po i dëgjon brengen e tyre për me kriju institucionet, domethënë s'kena ku me hupe Republikën. Ndërkohë lëvizja vetëndosje s'po flet. Albin Kurti nuk po flet, VV-ja nuk flet për këtë punë, i kanë gjithë ata deputet, s'din me botë me gjithë ata deputet. Edhe kanë mandatin, këta brengosen, po këto unë e shoh si një parti institucionaliste. Jo, nuk është, këto e shoh si një far exit strategji e tyre me ikë për problemeve të brendshme. Edhe shpresa vetme tash që ka met, që ndoshta nëse helbet e mundemi dyqysh mu ka të rrith me u fut në qeveri, ka mundësi që në pjesë e elektoratit paqtohet, nuk bëjmë poter se shpreson dikush që e merr një pozicion, reatohet dikush e merr një kontroll. Për më fut qeveri, ka presion edhe për donatorëve më fut qeveri. Po mundet për qenë edhe. Mirë, po duhet me ushtru edhe një pyetje. Tash kryetari i LDK-s, i cili me këto sjelljet e fundit që i ka bë, ky leçi nuk e bashkoi të djathtën, se slogani ka pas e djathta së bashku. Po ky e bani pikë 5 tash. Çat të djathtë si pasinu. Edhe tash mas fjalëve të rënda që i tha javën e kaluar në Rubicon, në intervistën te Adriatic Kelmendi. Çka ka më bëu tash me përparim Ramën, çka ka më bëu me Gaz Muhaxhirin, çka ka më bëu me Imre Ahmetin. Nuk janë këta figura që ti mundesh me gjithë qështu. Ti mundesh me thonë përparim Ramës të kom gjetë në rrugë, të kom bot famë shumë, edhe që tash nuk po jemi njës. Gaz Muhaxhiri ti kom lu marrinat. Tash këta njerëz, ose kime i largu për i partisë, me qka kime bo me ta. Kështu që unë e menej që thash edhe në fillim, LDK-ja është me këto edhe sot që ndodhi është në telashe tepër të mëdha, nuk e di qysh kanë me jadalë. Fatkeqësisht kanë dështu, Lumir Abdixhiku e ka pas shansën e vete jetësore, i ka rënë dorë një parti historike të cilën ka mujtë si djallë, si kuadër i ri, ka mujtë me çu përpara, me kriju një fillim të re, e përkundrazi ky edhe pse në moshë i ri po duket nga pikpamja politike, nga formimi politik po duket shumë arkaik, shumë i vjetër, i cili veç ka arrit me i thëllu për çfarë. Kështu që tha edhe Albatrosi tash për një me do të vjen momenti që shtrohet edhe kjo pyetje për çka qëndron LDK-ja, kush është mbrapa saj, kush e voton LDK-n. Tash kush konstituohet kur vazhdimisht, tash nëse i ndodh edhe një ndarje që po duket e pa e vetueshme. Tash çka kemë met në këtë parti përpas historia që kemë met. Se na kur vi kritikojmë, kur përflasim për LDK-n dhe Ramën,
në farformi përfajsojmë veç Lumer Abdigjikun. A nuk ka një pjesë të fajt për këtë ramje dhe këtë gjendje që në LDK-ja edhe Vjosa Osmani kry socialistës? Qëre, ajo që ka ju ka jep shonca Lumer Abdigjikut ka qenë që të bashkimin me Vjosën me aleju edhe tjerë të jërni, sepse para bashkimit mos harroni, ka jep dërheqje Hikmet e Bajrami, ka jep dërheqje sekretari Imre Ahmeti, pra atave që janë të rjek, po edhe kam pri që jep dërheqje Abdigjikut. Abdigjikut da dërheqje për mësë me jep dërheqje, kështë unë për dhop, për përves kuvend, Aknili o bëjkën kuvend, me menzi 50 vota, dhe më thonë 50% votave e majti. Po ashtu, për parim Ramës ju ka ofru, atëhere kandidatura s'ka dasht, tash, mas disa arsye tjera me gjas që ju kanë rrit ambisit edhe për parim Ramës për me kandidu, që reagon edhe degat matë maja. Pra, Prishtina si komun për flasë, Gazi si komun, edhe Lipjani si komun. Pra, ajo që e shone është tash kjo loja palidhe që pelun LDK-ja që po më shifë, dhe me thonë, si Dejona që po full, Dejona Mihajli, si LDK-ja, si Besjan Mustafa, timi njëjtë po fullin tash, dhe me thonë, dedje kënë bashkimi djathës kështë po bomi na. Tash me të parën, del Besjan Mustafa thamë bahum bretresh. Unë e thash valloj pëllun Juventusi, a dhe thash Zoja Vjetër, a dhe thash zarë pëllun Juventusi. Ma se ka pas fjallën për Dejonë, kur ka hanë bahun bretresh, a dhe e kish pas fjallën për LDK-n, thash zarë pëllun ka Juventusi, Zoja Vjetër, a dhe, e Torinës, e ka përzikin bretresh në aton këton, a dhe. Kur përshë e kish pas për LDK-n kë, e dirke i pare, atëhere që të këtë ke gabimi majma, i LDK-s dhe kjo që e kanë votu, ha shqiptoqin për prezident. Pe ati momente, tha LDK-ja nuk o rikuperu kon. Ajo është e vërtet, Valer? Nuk e di ma është e vërtet. Është e vërtet, Nuk e di ma është e vërtet. Aty Besjani ja ka qëllu. Jo veç Besjani, ama Besjani nuk po thët, kur pe bim Vjosën, që na i ka morë, po 6% i ka hupë kër e ka votu. Qatë moment kër e ka bë, atë koalicion, rjedhja elektoratit LDK-s, nga LDK-ja, vetë vendosje ka fillu. Që anë e për të adho një verzion tjetër që se kini një, se për di shumë. Se LDD-ja, kja qaj rrug vija të rnufësit, dosit tënë, docit, dhe me thonë, akademikët, po, edhe vija të rrocit ku do me thonë Abdigjikut asoj one, pra këta nuk thujnë që kër na i ki Vjosa, na i hupi 16%, po vishtojnë votimi ashimit.